kur është hop dhe ka ardhur koha tek tema e presidentit, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës ka shkuar në takim dhe i është përgjigj pozitivisht ftesës. Nuk ka qenë e lehtë për Partinë Demokratike të Kosovës që t'i përgjigjet pozitivisht ftesës të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Për arsye se ai në vazhdimsi ka përdorur gjuhë ofenduese, fyrse ndaj subjekteve opozitore, duke përfshirë edhe Partinë Demokratike të Kosovës. Po ne e kemi vlerësuar se duhet ta ndërtojmë dhe ta hapum një kapitull të ri, e kemi tejkalu dhe kemi pas qasje me shumë konstruktivitet, me qëllimin që të kontribuojmë në dobi të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe shtetit Kosovës. Pra i kemi shkuar në takim dillen në zyre të kryeministrisë. Ai takim nuk ka prodhuar rezultat, po ne kemi qenë korrekt edhe me qëndrimet tona. Ne kemi thonë që mbështesëm kandidat konsensual, që derivan nga familja e lavdishme, shumë e respektueshme Jashari, pa asnjë kusht, pa asnjë kërkesë, madje me krenari dhe me shumë respekt. Pasi që ka përfunduar çështja e kandidatit konsensual, dhe ai nuk ka mund ta sjell, ne i kemi shkuar në takimin e dytë. Po flas çdo herë para datës 5 mars. Takimi i dytë është zhvilluar në njërin prej zyreve këtu në Kuvendin e Kosovës. Dhe kemi thonë, në mënyrë që të ruhet demokracia, në mënyrë që të ketë konsensus, në mënyrë që të ketë përfaqësim, presidenti duhet të jetë dikush që është